Juventusi ka njoftuar shkarkimin e trajnerit Igor Tudor pas 8 ndeshjeve pa fitore. Humbja e fundit ndaj Lazios ishte e treta radhazi, e cila vulosi largimin e kroatit. Te Juventusi ka nisur nga puna për zgjedhjen e një trajneri të ri. Qëllimi i drejtuesve është që të emërojë një italian në stol, me Luciano Spallettin, që për momentin ndodhet në krye të listës. Po ashtu, alternativa janë edhe Roberto Mancini me Raffaele Palladino. Drejtori Comolli po ndjek edhe profile nga jashtë Italisë, ku përmenden emra si Terzic, Rose, Xavi dhe Southgate. Në ditët e fundit është përfolur për një rikthim të Thiago Motos, i cili ka kontratë me Bardezint deri në vitin 2027, por për momentin nga Italia e përjashtojnë këtë mundësi.